Lëvizja Bashk i sheh këto zgjedhje si një mundësi për të ofruar një alternativë. Tirana ka nevojë për vizion dhe mbi gjitha ka nevojë për ndershmëri. Dje është mbledhur Këshilli i Koordinimit i Lëvizjes Bashk dhe ka vendosur që t'ia besojë këtë detyrë aktivistit palodhur që bashkë me gjithë Lëvizjen Bashk ka nisur betejën për Tiranën në qytetin ku ne jetojmë dhe ai është Arlind Çori. Falenderoj nga zemra të gjithë anëtarët e Këshillit Koordinues që më besuan këtë detyrë që besoj do nderonte secilin prej nesh. Falenderoj po ashtu shumë e shumë qytetarët e Tiranës që javën e fundit më kanë inkurajuar ta marr përsipër këtë garë. Në rast se shumica e qytetarëve të Tiranës do të votojë për kryetar bashkie, unë zotohem që me të gjitha forcat e mia, morale, intelektuale dhe fizike, t'u shërbej atyre dhe ndihmoj që qyteti ynë të bëhet i jetueshëm. Tirana jonë fatkeqësisht prej kohësh është e zaptuar nga pushtetarë të korruptuar, nga oligarkë dhe nga interesa kriminale. Tirana jonë është një qytet pa parqe, është një qytet pa trotuar, është një qytet me trafik të rënduar, është një qytet me çmime të papërballueshme për të banuar. Është një qytet ku mungojnë shumë qerë dhe kopshte e shkolla. Është një qytet me 1000 probleme që janë shkaktuar nga gryksia, papërgjegjshmëria dhe paaftësia e atyre që e kanë qeverisur deri më sot. Mirë, Tirana nuk është e tyrja. Tirana është jona, Tirana është e shumësisë së qytetarëve të saj, vjetre e të rinj. Tirana është e të rinjve dhe pensionistëve, Tirana është e punëtorëve dhe profesionistëve, Tirana është e gjithkujt që nëpërmjet punës sipërmarrjes, krijimtarisë dhe kontributit vet bën ç'është e mundur që ky qytet të jetojë, që ky qytet të përparojë. Në rast se qytetarët e Tiranës do të na votojnë masivisht, unë jam i sigurt se ne do të kemi aftësinë, se vullnetin e kemi pa diskutim, që ta bëjmë Tiranën tonë një qytet të jetueshëm. Ta bëjmë një qytet me çmime të përballueshme të jetesës, si për të blerë shtëpi ashtu dhe për të marrë shtëpi me qera. Ta bëjmë një qytet me parqe në vend kullave, me gjelbërim në vend betonit. Ta bëjmë një qytet të fëmijëve, të njerëzve të thjeshtë, të njerëzve të punës, të njerëzve që krijojnë. Ta bëjmë një qytet me ujë të pishëm. Ta bëjmë një qytet me kanalizime, në mënyrë që ujërat e zezat mos derdhen në lumenjtë e qytetit dhe të mos ndotësin ujërat nëntoksore që përfundojnë pastaj përsëri tek ne. Ta bëjmë një qytet të pastër, ta bëjmë një qytet të shëndetshëm. Zgjedhjet e datës 9 nëntor sigurisht që janë zgjedhje shumë të rëndësishme, lokale. Mirë, ato nuk janë vetëm zgjedhje administrative. Ato janë njëkohësisht edhe zgjedhje politike. Në rast se qytetaria e Tiranës zgjohet, në rast se banorët e Tiranës, qytetarët e Tiranës, në fshat apo në qytet, votojnë për Lëvizjen Bashk, kjo nuk ka për të qenë vetëm një ditë shirimi për qytetin e Tiranës, për bashkinë e Tiranës, por ka për të qenë edhe sinjali se në Shqipërinë e të nesërmes do të lindë shpresa dhe Lëvizja Bashk ka për të qenë motori bashkë me shumësinë e madhe qytetarëve shqiptar për transformimin e madh të vendit tonë. Tirana sot, Shqipëria nesër, ka nevojë për qeverisje të ndershme, ka nevojë për njerëz kompetent, ka nevojë për vizion që shkon përtej xhepave të atyre që sundojnë dhe e kanë kryefjalën tek qytetarët, tek nevojat, tek parimet e drejtësisë shoqërore. Edhe njerë ju falenderoj për përkrajen, për mbështetjen, për besimin dhe i ftoj të gjithë ata që e dëgjojnë këtë mesazh të na bashkojnë fushatën tonë, ka për të qenë më e bukura, më e rëndësishmja fushatë që ne kemi organizuar ndonjëherë, do të shkojmë derë më derë, do të trokasim në dyert e shtëpive, por edhe në dyert e zemrave të çdo qytetari të Tiranës, në fshat, në qytet, ngado. Lajmi i mirë është se sot dhe nesër qytetarët e Tiranës kanë një mundësi të vërtet zgjedhje. Faleminderit edhe një herë.